Përshëndetje Emish, ju përshëndes unë Mimoza e Lezi. Vazhdojmë leximin e defterit të Sanxhakut të Arvanitit që është i përbërë me dokumente që i përkasin viteve 1431-1432. Ky libër është i përmbledhur nga historiani i shuar turk Halil İnancık dhe këtu gjejmë dokumentet më të vjetra të regjistruara në perandorinë osmane për sa i përket trojeve shqiptare. Këtu shikojmë me radhë, sipas vilajeteve, sipas krahinave, cila krahinë, sa fshatra kishte, ky fshat sa popullsi kishte, çfarë prodhonte, të ardhurat që kishin. Dhe siç e kemi parë edhe në programet e shkuara, në kohën e perandorisë osmane taksat paguheshin me akçe, që akçja është një monedhë argjendi, monedhë sermi dhe herë paguheshin me akçe dhe herë paguheshin me flori. Para se të filloj leximin e pjesës ku jemi sot, dua të them që programet e mia me shpalosin e këtyre dokumentave dhe me shpalosin e librave të ndryshme që mbajnë burime të arkivave të ndryshme historike mbi çështjen e historisë shqiptare, shfaqen çdo të mërkurë dhe çdo të shtunë në orën 18 të darkës. Ftoj të gjithë ndjekësit e mi, ato të cilët i quajnë të vlefshme këto programe, që të bëhen abonent mujor në kanalin tim dhe kjo do të jetë një përkrahje për mua. E kam bërë përgatitjen dhe përkthimin në shqip dhe do ta lexoj ashtu sepse ky defter, siç e shikojmë, është i përgatitur në gjuhën turke të vjetër dhe këto pjesa më e madhe e shkronjave dhe e fjalëve janë në gjuhën osmane. Pra, sot çfarë do të shikojmë në defterin Arvanit? Sot do të jemi në faqen e 11, defteri Arvanit, pra Arvania, siç e shikojmë, ky defter thekson ashtu si edhe emri vetë, pra përbërja e tokave shqiptare, Arvanit, Arvanit të Arvanitisë. Arvanitia, Arbëria, Shqipëria, Albania, pra siç e theksojmë sot, jemi në nahijen e Gjirokastrës dhe do të shikojmë timarin e Simoskondo. Regjistrimet e këtij defteri me kalendarin hijri përkasin viteve 835 dhe me kalendarin milati përkasin viteve 1431-1432. Pra, këtu të shohim haptorazi taksat, rendet që paguheshin dhe këto taksa dhe detyrime ishin ato që ndikuan në kthimin e popullsisë nga të krishterë në musliman. Në disa deftere gjithashtu do të shikojmë edhe zonat, emra që përmbanin shqiptarët që banonin në këto fshatëra dhe shikojmë me kalimin e kohës se si ndryshohet popullsia dhe ndryshohet gjithçka. Sot pra miq, jemi në faqen 11 të defterit Arvanit dhe do të shohim timarin e Simoskondos, që i përket vilajetit të Gjirokastrës. Simoskondo ishte një i krishterë i cili kthehet në musliman. Pra, timari Simoskondos. Simoskondo ishte dhëndri i Marisë së Vet. Ali Beu ja ka dhënë timarin në dorë dhe ky ka beratin e Pashajt, nga të ardhurët e Kalasës, së Dedës dhe së Vinçit. Gjithashtu, Simoskondo së të gjithë timarët, sipas hapësirës së zotëronin, kishin të drejtët e kishin një mbrojtës me vete, dhe Simoskondo kishte një kalorës të armatosur, pra një ushtarak të armatosur. I përmenduri, pra Simoskondo, u bë musliman, ju vendos emri Jusuf dhe ju dha edhe një berat i ri, i regjistruar në vitin 842 në Edirne, pra sipas vitit hijri. Shënimi më poshtë i faqes është, ju dha Mehmedit me emrin e kaluar. Mbi këtë regjistrim është hequr një vijë. Në datën e shkruar më sipër, pra 843 hijri, i përmenduri ju bashkua Mehmedit. Ju dha Mustafait, djalit të Siladar Halilit. Tani të shikojmë përbërjen e fshatrave që kishte timari Simoskondit. Fshati Kokino Lishar, që i përket nahijes së Vajonetisë. Fshati kishte 29 shtëpi, një grua të vet, të ardhurat ishin 2881. Kemi edhe një sqarim që pjesa me emrin Kokino Lishar u mor sipas dokumentit të regjistruar, data nuk gjendet, së bashku me mezranë e quajtur, mezra quhet toka bujqësore, tokat pjellore, së bashku me mezranë e quajtur Makri Tudore dhe u dha Nusretit në vitin 854 hijri në Edirne, i cili mbare nga Edirneja. Sqarimi i dytë është se në gjendjen e tanishme u mor përsëri dhe ju dha nga Jeniçerët Mahmudit, dhe kjo ndodhi në vitin 857 me urdhër nga Stambolli. Fshati Ardasova. Fshati Ardasova kishte 10 shtëpi
dhe kishte një beqar. Pra, këta kanë qenë ispaha, pra spahi të krishterë, por kanë rënë nga timari, kur të krishterët e këtij vilajeti u rebeluan. Për këtë arsye, bejlerët e Sanxhakut i përjashtuan nga detyrimet dhe u dhanë tokat e tyre. Mirë po Sanxhak Beu, Lala Shahin, mori nga çdo shtëpi nga një flori. Më pas edhe Bej Ajdini kur erdhi i mori gjithashtu, por pastaj ja ktheu përsëri kalorisit të përmendur. Kur ky u bë tradhtar ndaj vilajetit dhe bejlerët e Sanxhakut u dhanë këtyre tokën, atëherë 4 kalora, siç administronin së bashku këtë fshat, për këtë gjë dha dëshmi edhe Kadia. Pra, ato që kryengritnin kundra perandorisë osmane quheshin rebelë, i merreshin tokat dhe taksat ishin të rënda. Pra, këtu pam timarin e Simos Kondos dhe në timarin e tij ai kishte 2 fshatëra, ku një fshat kishte 10 shtëpi, fshati tjetër kishte 29 shtëpi, që bën 39 shtëpi. Siç e kemi parë edhe në regjistrimet e përparshme, çdo shtëpi quhej se kishte 4 ose 5 persona dhe duke u bazuar për shembull tek 5 persona, 39 shtëpi nga 5 persona dhe në përgjithësi ato që nuk paguanin taksa nuk regjistroheshin. Pra, ky ishte timari i Simonit të krishterë që më vonë u kthye në musliman. Tani vazhdojmë leximin e defterit të Sanxhakut të Arvanidit me timarin e Dizdarit, Timurtash Begut. Pra, kur timaret janë të shkurtra, do t'i bashkoj 2-3 timare së bashku që programi minimal të paktën të jetë 10 minuta. Pra, në këto regjistrime të defterit ne shikojmë haptorazi, taksa dhe kushtet e rënda që i vjeshin popullsisë shqiptare dhe fshatrave shqiptare të asaj kohe dhe sidomos atyre të cilën kryengriqin kundra perandorisë osmane. Timari i Dizdarit Timurtash Beg. Pra, Timurtash Beu në fjalë kishte vendimin e Goricës, Goricë quhej Korça. Pas vdekjes së tij, kur Jakub Beu u bë Sanxhak Bey, ky timar ju dha atij si has, pra si tokë, si fshat. Më pas ky timar u nxorr nga të ardhurat e Sanxhak Beut. Ky kishte 3 ushtar në mbrojtjen e tij. Pra, siç e shikojmë, ato të cilët ishin muslimanë, timarli muslimanë kishin 3-4 kalorësa, ndërsa të krishterët për vetë mbrojtje kishin vetëm 1 kalorës. Në gjendjen e tanishme, ky Dizdarllëk përfshin fshatrat Divriçeni, Midozde dhe Delvina. Nga të ardhurat e taksës së kashtës së Dizdarit, ju dha Siladarit Haxhi Ismail në vitin 859 në Edirne. Fshati Divriçeni ishte në varësi të Edrinesë. Fshati Divriçeni kishte 68 shtëpi, 2 gra të veja, 13 beqar, të ardhurat totale ishin 5816. Më pare ju dha subashit të Kaninës, Sinanit, që kur janë marrë të shënime, ai ishte i vdekur. Dhe kjo ndodhi në vitin 849 në Edirne. Më pas, timari i Dizdar Sinanit përbëhej nga 3 fshatra. Dizdari Sullak ju dha Eliasit në vitin 854 nga Edirneja. Fshati Velihove ishte në varësi të Vajonetës. Kishte 37 shtëpi, 2 gra të veja, 6 beqar. Të ardhurat ishin 3351. Ky fshat ju dha një personi me emrin Abdullah nga Jakub Beu, pra që ishte Sanxhak Bey. Më pas ju dha një personi tjetër me emrin Muhammed. Në gjendjen e tanishme, me një letër të Hamza Beut, ky fshat ju dha një trimi me emrin Yahya. Dhe kjo ndodhi në vitin 855 me urdhër nga Sofia. Jashtë regjistrit aktualisht gjindeshin këto fshatra. Shënon që aktualisht ky fshat gjindej në dorën e Yahyasë. Fshati Midozde ishte në varësi të Lahtakastrës. Fshati Midozde kishte 47 shtëpi, 8 gra të veja, 3 beqar, të ardhurat totale ishin 3331. Fshati Delvina, që i përkiste nahijes së Vajonetës, kishte 60 shtëpi, 5 gra të veja, 5 beqar, të ardhurat totale ishin 4740. Fshati Ardasova, në varësi të Vajonetës, ishte nga haset e Sanxhak Beut të vilajetit të Arvanisë, Zaganos Bey, dhe duke qenë i përjashtuar prej tij, si prona e tij, u mor dhe ju dha këtij, ju dha Dizdarit të Janinës, Kara Mukbilit, dhe ai vetë u bë Dizdar, pra Kara Mukbilit do thot Mukbilit të zi, dhe ai vetë u bë Dizdar në kalan e Gjirokastrës. Dhe kjo ndodhi sipas kalendarit hijri në vitin 844 me urdhër nga Edirneja. Ky regjistrim është i vijëzuar, pra i anulluar. Kaloi tek Muradi, i biri i Haxhi Hamzës, dhe kjo ndodhi në vitin 852 me urdhër nga Edirneja. Përmbledhja e timarit të Kara Mukbilit të përmendur
ishte 3 fshatra, 175 shtëpi, të ardhurat totali ishin 13.887. Këto 4 fshatra të para i urdhëroi Hëzërbeu me detyrën e distarit të Gjirokastrës që janë regjistruar në vitin 840 në Edirne. Fshati Bikazulje ishte në varësi të Vajonetës, kishte 22 shtëpi, një grua të vej, të ardhurat ishin 2208 akçe. Ky i është dhënë me urdhër dikujt tjetër. Por timari i përmendur u përfshi në totalin e timareve të vilajetit të Gjirokastrës. Gjithsesi, ky timar kishte 5 fshatra, 234 shtëpi, 18 vejusha, 27 beqar dhe të ardhurat totale ishin 19.446 akçe. Pra miq, këto në një përmbledhje të shkurtër pam përbërjen e timareve, siç e pam hapëzorazi, ato të cilët bënin kryengritje kundër perandorisë osmane, quheshin rebelë dhe armiq, kushtet e tyre ishin të rënda dhe kështu një pjesë e tyre u detyruan që të ndryshojnë edhe fenë. Pra shndërrimi i popullsisë shqiptare nga të krishtian në musliman është bërë më tepër nga ndikimi i rregullave të rënda që kishte perandoria osmane. Tani besoj që ky program mjafton dhe në programin e ardhshëm do të shikojmë, do të vazhdojmë me leximin e defterit Arvanit, ku do të shikojmë timarin e umurit të ndjera. Faleminderit për ndjekjen, ju lutem bëni like të videot, komentoni qoftë edhe me një pika, bërni shpërndarjen e videove dhe kjo është në përkrahje për mua. Patjetër që përkrahja më e mirë do të ishte nëse do të kisha disa që të bëheshin abonent në kanalin tim, sepse nuk po flas për një sponsor që dikush të bëhet sponsorizimi i programeve të mia, që mund t'i bëj reklamen e tij, pra këto programe bëhen në sponsorizimin e kësaj firme ose këtij personi, sepse me të vërtetë sepse nuk kemi biznesmen aq të ndjeshëm, sepse biznesmeni është vetëm për të fituar lek. Faleminderit shumë dhe mirupafshim në programin tjetër.